Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut të mohon studentëve shqiptar dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Sipas asaj, ky provim shërben edhe si test për njohjen aktive të gjuhës maqedonase. Ministria në Shkup argumenton se njohja e maqedonishtes është kusht ligjor për ushtrimin e profesioneve juridike. Ligjet për gjykatat, prokurorinë, avokatin, noterin dhe përmbarimin kërkojnë zotërim të gjuhës maqedonase dhe se kontrolli i kësaj njohurie bëhet përmes zhvillimit të provimit në maqedonisht. Ligji për provimin e jurisprudencës nuk parashikon dhënien e provimit në ndonjë gjuhë tjetër, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Studentët shqiptar të juridikut në Maqedoninë e Veriut po përballen me një pengesë të re. Provimin e jurisprudencës nuk mund ta japin në gjuhën shqipe. Bëhet fjalë për provimin që është kusht për të bërë gjyqtar, prokuror, avokat, noter apo përmbarues. Pa kaluar këtë provim, asnjë jurist nuk mund të ushtrojë profesionin në sistemin e drejtësisë. Së fundmi 385 studentë shqiptar nga 3 fakultete juridike, nga Universiteti i Tetovës, Universiteti i Europës Juglindore dhe Universiteti Nën Tereza, dorëzuan një peticion ku kërkojnë që ky provim të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe krahas maqedonishtes. Ata thonë se kjo u takon me ligj pasi studentët i kryejnë në shqip dhe gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Bashkimi Demokratik për Integrim për krah kërkesat e studentëve të fakulteteve juridike për respektimin e barazisë gjyqësore dhe kushtetuese në sistemin e drejtësisë. Vendimi i Ministrisë së Drejtësisë sipas BDI-s përbën një hap serioz prapa në respektimin e drejtave kolektive të shqiptarëve dhe një barierë të drejtë për drejtë për përfaqësimin e barabartë në sistemin gjyqësor. Arsyet e dhëna nga Ministria të mbështetura në interpretime selektive të ligjeve dhe në hierarki të njashme ligjore janë në kundërshtim me frymën e kushtetutës me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe me standardet europiane të barazisë dhe mosdiskriminimit, deklarojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilal Kasami, është kundër thirrjes së Ministrisë së Arsimit për mbylljen e universiteteve private dhe mbajtjen hapur vetëm të njërit prej tyre. Pas interesimit të gazetarëve, Kasami vlerësoi se nuk është ligji ai që duhet të përsektojë se sa universitete private duhet të ketë. A do të jetë një, a do të jenë dy, a do të profilizohen apo do të organizohen kështu si janë, por të rritet kualiteti është çështje e debatit, nuk është çështje që zgjedh ligji. Kryetari i Komunës së Tetovës është i mendimit se çështjet e ngritura për rritjen e cilësisë së universiteteve duhet të zgjidhen përmes bisedimeve të trupave akademike. Është çështje e cila duhet të zgjidhet në një bashkëbisedim me të 3 universitetet, me sigurisht me profesor, me akademik, me ekspert lëmis, me vetëm qëllim që këto universitete të rritin cilësinë dhe studentët që dalin nga këtu të jenë të përgatitur për sfidat që i presin. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi gjatë vizitës në Washington e vuri theksin tek forcimi i bashkëpunimit në projekte që ndihmojnë zhvillimin e kuvendit, rritjen e transparencës dhe digitalizimin. Në takimin me drejtuesit e Institutit Kombëtar Demokratik dhe Institutit Ndërkombëtar Republikan, Gashi vlerësoi rolin e tyre në promovimin e demokracisë dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të partneritetit për të përmirësuar funksionimin e institucioneve dhe përfaqësimin e qytetarëve. Ky partneritet ka rol të rëndësishëm në zhvillimin institucional dhe bashkëpunimin ndërkombëtar, tha Afrim Gashi. Rajoni. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti vlerëson se vendi i tij është i gatshëm për partneritete të mëdha infrastrukturore. Në ditën e biznesit francez, Kurti u ndal tek rëndësia e stabilitetit institucional. Së pari, Kosova është e gatshme për partneritete të mëdha infrastrukturore. Së dyti, Kosova është e hapur për investime serioze. Dhe së treti, Kosova po zgjeron mundësi tregtare me Evropën, me rajonin dhe më gjerë. Për kreun e qeverisë Kosovës, vendi i tij është pozicionuar për të shërbyer me rendiment tregjeve rajonale dhe europiane. Po e përmirësojmë klimën e investimeve përmes reformave që zvoglojnë barrën administrative dhe rrisin transparencë. Duam investime që krijojnë vende pune cilësore, mbështesin eksportet dhe ndërtojnë kapacitete reale veçanërisht në prodhim, shërbime, teknologji informative dhe rritje të gjelbër. Ishte Albin Kurti. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj takon në SBA zëvendës ndihmë sekretarin e Departamentit Amerikan të Shtetit pranë Byros për çështjet europiane dhe euroazatike, Daniel Lawton, dhe kërkon antarësim në NATO. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Haradinaj shkruan se gjatë këtij takimi ka theksuar se partneriteti dhe misia ndërmjet Kosovës dhe SBA-s janë të qëndrueshme dhe strategjike.
Për Haradinajn, antarësimi i Kosovës në NATO jo vetëm që do të forcojë, por do të kontribuojë gjithashtu në paqe, stabilitet dhe mbrojtje kolektive në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe komunitetin Euroatlantik. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti nga Podujeva sa se kabineti i tij qeveritar do të ketë pothuajse të njëjtët emra me qeverinë e mëparshme. Do të ketë shumë prej emrave të cilët tashmë i kam prezantuar edhe unë edhe Glau Konjufca në vjeshtën e vitit kaluar, mirë po nuk do të jenë identik, pra do të ketë edhe emra të tjerë. Ne po përgatitemi që së pari ta konstituojmë kuvendin dhe sa më shpejt ta formojmë qeverinë. Kurti përmendi rëndësinë që sa më shpejt të formohen institucionet në mënyrë që kuvendi të miratojë dhe marrëveshjet ndërkombëtare me Bankën Botërore, planin e rritjes me Bashkimin Evropian, por dhe buxhetin e Kosovës e për këtë të fundit thekson se nuk mund të vazhdohet me 1/12 e buxhetit në muajin mars. I kemi 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore dhe njëkohësisht e kemi edhe planin e rritjes me Bashkimin Evropian që është 882.6 milion euro, e që duhet sa më parë ta miratojmë në Kuvendin e Republikës, pa harruar natyrisht atë që kemi më së shumti përgjegjësi, obligim, por do thosha edhe preferencë, e kjo është buxheti për vitin 2026. Në lidhje me çështjen e presidentes, Kurti këmbguli në miratimin sa më parë të qeverisë të ligjeve. Një herë këto 3 hapa do t'i përmbyllim, edhe pastaj edhe te hapi 4 do të ecim bare mirë. Gjykata speciale në Hag zgjat paraburgimin e Hashim Thaçit. Mbi të rëndon akuza për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Vendimi është marrë nga gjyqtari i vetëm në këtë rast Christopher Gosnell. Në të është konstatuar se ekziston rreziku real që në rast se ai lirohet mund të pengojë ecurinë e procesit dhe të kryejë vepra të tjera penale. Fillimi i gjykimit ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kiliat, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë është caktuar për 27 shkurt 2026. Ish presidenti i Kosovës ndodhet në qendrën e paraburgimit në Hag që nga nëntori vitit 2020. Ai është duke u gjykuar për krime lufte, si dhe vitin e kaluar është ngritur akt akuza kundër administrimit të drejtësisë. Deputeti i vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi merr zyrtarisht në dorë në Washington ligjin që për herë të parë vendos diskriminimin sistematik ndaj shqiptarëve në Serbi në agjendën e Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky akt nuk është simbolik, është një instrument shtetëror amerikan për të vlerësuar, dokumentuar dhe ekspozuar pasivizimin administrativ, përjashtimin nga institucionet publike, shtypjen e gjuhës, diskriminimin, arrestim dhe marginalizimin ekonomik të shqiptarëve të luginës Preshevës, shkruan Shaip Kamberi. Dokumenti u hartua nga kongresmeni amerikan Keith Self. Beogradi denonconte ndërkombëtarët ligjin për të huajt të miratuar nga Kosova. Drejtori i ashtu i quajturës së zyrë për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, tha se ka folur me ambasadoren franceze në Beograd, Florence Ferrari, për rrezikun e këtij ligji. Në një njoftim të zyrës së tij thuhet se Petković informoi ambasadoren për qëllimin e Prishtinës për të dëbuar serbët nga Kosova përmes ligjit për të huajt dhe për të goditur institucionet kryesore serbe në krahin. Petković i tha diplomates franceze se institucionet arsimore dhe shëndetësore serbe në Kosovë janë shtylla e qëndrimit dhe mbijetesës së serbëve në Kosovë dhe themeli për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, shkruan gazeta Danas. Presidenti malazez Jakov Milatović kundërshton rritjen me 30% të pagave të sistemit gjyqësor. Argumenti i tij është se qytetarët nuk po shohin rezultate nga prokuroria dhe gjykata, ndaj rritja është e pajustifikueshme. Individët përgjegjës për probleme në dhënien e drejtësisë nuk mund të shpërblehen, tha Milatović. Më tej ai shtoi se performanca, llogaridhënia dhe rezultatet duhet të jenë kriteret për të mbështetur rritjen e pagave. Drejtësia së pari pas rritjes e pagave, u shpreh presidenti. Kreu i shtetit ka refuzuar të dekretojë 25 ligje të miratuara në parlament dhe kjo ka ngritur shqetësime për procesin e antarësimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Sipas mazhorancës, kjo mund të ngadalsojë mbylljen e disa negociatave të parashikuara për muajt mars dhe prill. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Kuvendit Shqipërisë Niko Peleshi ngriti shqetësimin për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Gjatë fjalës në forumin për sigurinë në Kongresin Amerikan, Niko Peleshi cilësoi rajonin si një hapësirë gjeopolitike të ndjeshme ndaj kërcënimeve hibride dhe ndërhyrjeve të huaja. The Western Balkans remains geopolitically sensitive, exposed to external attempts to undermine stability, weaken democratic institutions and erode confidence in the Euro-Atlantic path. Ballkani Perëndimor mbetet i ndjeshëm në aspektin gjeopolitik, i ekspozuar ndaj përpjekjeve të huaja për të minuar stabilitetin, për të dobësuar institucionet demokratike dhe për të shkatruar besimin tek rruga euroatlantike, tha ndër të tjera Peleshi. Krahas asaj, ai u ndal tek antarësimi i Kosovës në NATO si garanci për Ballkanin Perëndimor.
This reality demands vigilance, resilience, and strategic clarity. Mutual recognition of Kosovo and its NATO membership, along with Euro-Atlantic integration of other Western Balkan countries, is crucial for building peace and stability in Western Balkans. Ky realitet kërkon vigjilencë, qëndrueshmëri dhe qartësi strategjike. Integrimet euroatlantike dhe antarësimi i Kosovës në NATO janë të domosdoshme për sigurinë dhe stabilitetin në rajon, u shpreh ndër të tjera Peleshi. Kryeparlamentari kujtoi vendimin e samitit të NATO-s në Haag për rritjen e investimeve në mbrojtje, duke theksuar se dhe Shqipëria po ndërmerr një hap të tillë. $20 milion investim për ndërtimin e 7 pikave të inspektimit kufitar, forcimin e kapaciteteve institucionale të AKU-s dhe Institutit të Studimeve Veterinare, të cilat kanë rol kyç në procesin e integrimit evropian dhe kontrollin e importeve dhe eksporteve, pritet të jenë në prioritet të punës së Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla. Në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, Salla theksoi se adresimi i rekomandimeve të raportit të Komisionit Evropian 2025 në këtë fusha përbën një komponent thelbësor të ecurisë së negociatave. Ministri vuri në duke se siguria ushqimore lidhet drejt për drejt me shëndetin e njeriut, besimin e konsumatorit dhe aftësinë e produkteve shqiptare për të hyrë dhe konkuruar në tregun evropian. Kemi disa aktorë dhe faktorë për të kontrolluar, por edhe për të ndërtuar sigurinë ushqimore në vend midis laboratorëve, pikave kufitare të kontrollit dhe mbështetjes financiare për fuqizimin e fermave dhe kapaciteteve të fermerëve në Shqipëri. Midis AZBR-s, Qeveria shqiptare e rihap platformën TikTok. Vendimi u mor një vit pas bllokimit. Në vendimin e Këshillit të Ministrave thuhet se Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, në bashkëpunim me entet rregullatore të fushës, ndërmerr veprimet e nevojshme për realizimin e heqjes së masave për ndërprerjen e aksesit të kësaj platforme, duke respektuar edhe dispozitat ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale. Vendimi për mbyllje u ndërmor nga qeveria pas disa publikimeve nga përdorues që nxisnin dhunën. Bota. Publikohen detaje nga skandali Epstein dhe lidhjet e tij me Ballkanin. Ish anëtare e ekipit ligjor të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, Catherine Bolkovac, pretendon se rreth 80% e vajzave të mitura të Jeffrey Epstein, viktima të trafikimit të qenieve njerëzore, vinin nga Ballkani. Një raport i grupit kundër pastrimit të parave të bankës JP Morgan i përgatitur rreth kohës së dënimit të Epstein në vitin 2008 tregonte se pothuajse 2/3 e grave viktima të trafikimit për prostitucion në botë vinin nga rajoni. Ndër vendet e përmendura si burime kryesore të trafikimit janë Shqipëria, Moldavia, Rumania, Bullgaria, Rusia, Bielorusia dhe Ukraina. Rusia vazhdon të bombardojë Ukrainën. Presidenti Volodymyr Zelenski deklaroi se mbi 1100 banesa në Kiev janë pa energji elektrike pas sulmeve ruse. Zelenski theksoi se situata është e vështirë edhe në rajone të tjera të Ukrainës qendrore, veçanërisht në Dnipro dhe në Kerkasi. Deri më sot, situata më e vështirë është në Kiev, në Kharkiv dhe në rajon dhe në Sumy dhe Poltova, dhe gjithashtu është e vështirë në rajone të tjera të Ukrainës qendrore, u shpreh ndër të tjera presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.